Keni marrë vesh së fundi, është diçka që unë ua kisha thënë e kisha paralajmëruar në fakt në daljet e mia publike, nuk ndalet dot ajo që i ka ardhur koha. I ka ardhur koha Shqipërisë të ndërtohet një shtet ligjor. I ka ardhur koha dheut ton të shkëputet nga bandat që e qeverisin. I ka ardhur koha dheut ton që më në fund ata që do të merren me shtet ndërtim ta kuptojnë që ditën që hyn në zyrën e shtetit duhet të kthehen në njerëz që duhet të kenë kujdes për çdo gjë. Duhet të kthehen në njerëz që nuk duhet të merren me asnjë veprimtari tjetër përveç se misionit shtet ndërtues. Në të kundërt, kush ndjen që do të merret me biznes, do të bëj para, do të bëj pushime në përbot, duhet të hap krahun, të lër detyrën dhe të vazhdoj si privat të bëjnë jetën e tij. Por nuk mundet më që të jenë dhe drejtues shteti dhe oligark dhe të hanë garë me pasunarët e botës. Nuk funksionon kështu. Sot, siç u thash dhe siç u lajmërova më parë, SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren Belinda Bauku sepse është një veprim logjik që do ta bënte. SPAK në funksion të procedurës penale dhe të zbatimit të ligjit për shkak të fakteve që ata i dinë se i kanë në dosje, kishte kërkuar një mas të sigurimit personal si ajo ndaluese e pezuimit të ushtrimit detyrës, si një mas e ndërmjetme paraprake drejt asaj që ata do të gjykonin nga gjykata dhe do të merrin si vendim final, nëse do të vërtetoj fajësia ose jo. Kryeministri i vendit, në bashkëpunim me të gjithë qeverinë e tij, duke i dalë në mbrojtje zëvendës kryeministres, praktikisht po e çojnë atë drejt arrestit në shtëpi ose arrestit në burg. Sepse nuk mundet që ta bllokosh drejtësinë ta aplikoj vetveten, pasi sistemi juridik është i ngritur në atë mënyrë, ja filluan fluturojnë, mirë bëjnë. Është i ngritur në atë mënyrë që në fund, në finale, drejtësia do të bëhet. Për këtë arsye, sot përpara të gjithë popullit, Edi Rama është njeriu që me presionin e tij ndaj gjykatës kushtetuese ka vendosur totalisht veten dhe qeverinë e tij në mbrojtje të vjedhjes së shtetit, të asaj që është parë nga të gjithë, është dokumentuar tashmë. Unë bëj pjesë të ata njerëz që nuk bëjnë gjyqje publike, absolutisht jo, sepse jam i fushës si avokat, por nga ana tjetër bëj pjesë të ata njerëz të cilët nuk mund të heshtin ndaj një sjellje abuzuese. Nuk ka vend në botë që kryeministri të marrë në mbrojtje dhe të mos lejojë që të zbatohet një vendim gjykate, i cili në fund të ditës çfarë thoshte? Thoshte që zonja të mos vejë në punë për një punë në cilën akuzohet se ka abuzuar. Dhe kjo nuk është një çështje që lidhet me Belinda Baukun si emër të përvetshëm. Mua nuk më intereson emri i saj fare. Mua më intereson që ky zotria këtu është kreu i një organizate që ka marrë dhe ka zaptuar çdo qelisë të këtij vendi, që pasi vjedh të thot konkuro përballë meje që të kanë vjedh dhe me lekët që të kanë vjedh blej. Dhe blen këdo që i del përpara, blen qytetar të vuajtur në nevojë, blen zyrtar të caktuar, lart e poshtë, kërcënon njerëzit me të gjithë mekanizmat që ka dhe përdor të rreth vicioz për të na mbajtur të gjithëve dhe për të na vrarë shpresën. Siç u thash, do të qeja çdo logjike të prokurisë posaçme nëse ata nuk do të kërkonin heqjen e imunitetit të zonjës Bauku, sepse sa kohë u penguan në aplikimin e drejtës së tyre ligjore për të hetuar e për të çuar çështjen në gjykim, sigurisht që do ndërmerrni një hap tjetër si kjo që ka ndërmarrë sot. Tashmë jemi përballë faktit. Nëse parlamenti do ta jap autorizimin apo jo. Nëse parlamenti nuk e jep autorizimin, jemi përballë grushit shtetit. Absolutisht, sepse nuk mund të pengohet drejtësia të bëjë hetim dhe gjykim. Sa kohë ligji e përcakton, ajo do të zbatohet dhe koha e kërkon. Kështu që dashur qytetar, më thoni ju mua, cili është haui kaq i madh i Edi Ramës që po përballet me të gjithë popullin, me të gjithë sytë e ndërkombëtarëve, me të gjithë sistemin e reformuar drejtësisë për të mos lejuar avancimin drejt hetimeve në raport me zëvendës kryeministren, përveç se faktit, sepse ai e di mirë që kjo është paradhoma drejt dhomës ku ai ndodhet dhe faktit që dhe ai do të përballet me drejtësinë.